Alhamdulillah, wa kafa, wa sallallahu sallam, wa baraka ala Mustafa, wa ala alihi, wa sahbihi, wa man wala. Fëndimin të nësita kujmet me Allah subhanahu wa ta'ala, dhe ati përgjërëm që të lavdëroj dhe të begoj dhe gujnë e ti Muhammedin sallallahu alaihi sallam, familjen, shokë dhe gjithë umetin e ti të pëzgjërë. Një prej cilësive shumë të veçanta dhe shumë do me thonë se të plotësisë së mirësisë, që një mirësi tjetë e plotë, ose tjetë absolute, është që kur të bëhet e mirë, ose ajo mirësi të bëhet në përkryrje. Do thonë, kur ta bën dikush një të mirë, ose ti kur ja bën dikujt një të mirë, për me quat mirë derin në plotësi, është mos me elonën për gjys. Në kuptimin që të mos jetë fjala bie më mirë pak se hiç, apo. Dhe nëse dikush fjala bie për shembull një të mirë, e bën po e lën gjys, ose nuk e përkryen, ose nuk e çon deri sa është e kërkuar, në një ose tjetër formë, edhe pse ka bën mirë, konsiderohet që e ka një mangësi, e ka një tmet. Domthonë, mos përkryrja e mirësisë është një lloj emete. Dhe ne këtë të med nuk ja përshkruajmë Allahu subhanahu wa taala. Domethënë Allahu i madhërisëm është absolut dhe kur begaton, kur jep mirësi, i çon mirësitë deri në përkryrje. Për arsye Allahu me mirësinë e tij na ka kriju dhe kjo mirësia më e madhe për neve që na ka sjellë në ekzistencë dhe në saj të kësaj ekzistencë na e njohim Allahun, adhurojmë Allahun, e jetojmë këtë jetë, punojmë me fitue jetën e amshimit e kështu me radhë. Allahu subhanahu wa taala pjesë e mesisë së tij është që na e ka bërë jetën të lehtë, të mundshme, apo për neve dhe për mbarvajtjen e jetës tonë ka bërë këtë gjësi e kësaj. Mirë po, Allahu subhanahu wa taala pjesë e mirësisë për njerëzit është edhe zbritja e librave. Mirë po, sikur apo mos të kish dërguar profet, mirësia nuk i shkon e përkryer. Mirësia nuk i shkon e përkryer. Sepse në një fe pa profet ka shumë paqartësi. Një fe pa një mësues i cili vën edhe ta zbërthen, edhe ta aplikon, edhe ta thjeshtëson shkëjve, do thonë, pa këtë profet nuk i shkon çështo. I shkon jo për kryer mirësia. Allahu subhanahu wa taala, aq më tepër që edhe librat hyjnor si mirësia e madhe e Allahut për njerëzit, mos kishin pas profet, nuk kishin pas atë, do thonë, qartësinë që realisht e kanë. Aq më tepër, do thonë, në përgjithësi proklamata fetare pa profet, do thonë, e bën fejen shumë të paprekshme. E bën fejen shumë paprekshme. Dhe rrjedhimi është i bija që mos me pas dërguar Allahu profet, mirësia e tij nuk i shkon e përkryer. Dhe Allahu subhanahu wa taala ka dërguar aq shumë profet, numër aq i madh i profetëve, për me e çuar në plotësi, domthonë mirësinë e tij ndaj njerëzve. Thot Allahu subhanahu: "Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilayhim." Na para teje nuk kemi dërguar vetëse burra, të cilët i kemi frymzuar me shpallje. Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Pyetni njerëz të dishëm nëse nuk e dini. Domthon, njerëz të dishëm duhet me kuptuar që u dash me pas profet. Domthon, njeri nëse është i dishëm duhet me kuptuar domosdoshmërinë edhe nevojën e madhe edhe se si kjo lidhet me plotësinë e mirësisë së Allahut subhanahu wa taala për krijesat e tij. Thot Allahu subhanahu: "Wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna at-ta'ama wa ma kanu khalidin." Dhe nuk i kemi bënë ata profet njerëz me trupa që nuk hajnë ushqim, pas nuk i kemi bërë të përjatshëm. Domthon, i kena bërë krejtësisht si njerëzit e tjerë. Domthon, i kena zgjedh edhe i kemi përzgjedhur nga lloji njerëzor. Thjesht i kena bërë të tillë, mirë po me një dallim të veçantë. Cili është ai dallim? Nuhiya ilehim. Na domthonë i shpallim atyne. Na atyne domthonë i japmi shpallje. Që kjo që Allah subhanahu wa taala po e veçon, të e përmend shpalljen, të e përmendën domthonë krahas shpalljes, të e përmendën domthonë natyrën e tyre njerëzore. Dhe të e lidh këta që pyetni njerëz të dishëm, sigurisht se Allah subhanahu wa taala na bë para një vërtetë absolute. Cila është ajo vërtetë absolute? S'ka ndryshe ç'mukon kjo punë. Që vetë lloji njerëzor duhet prit llojit të vet, me pas dikë i cili ka një kontakt edhe një lidhje të veçantë me Allahun, e pastaj me e përcjell mesazhin e Allahut te baraka ve taala domthonë tek krijesat e Allahut subhanahu wa taala. Thot Allahu te baraka ve taala: "Qul inma ana basharun mithlukum." Thuaj unë jam njeri si krejt ju. Nuk kam domthonë diçka që më dallon tek pjesa e natyrës. Në natyrë jam domthonë krejtësisht natyrë njerëzore. Yuha ilay. Vetëm mua më shpallet. Mua më vjen wahi. Mua më vjen domthonë një zbulesë, domthonë prej një botës tjetër, prej një dimensioni domthonë tjetër. Pastaj thot: "Annama ilahukum ilahun wahid." Dhe kjo proklamatë ka një domethënie edhe një temë të madhe, që i adhuruar juaj i vetëm dhe i vërtetë është një. Ajo është Allahu subhanahu wa taala. Fastaqimu ilayhi wastaghfiru, ajo drejtohuni edhe hini nu dhe për këtë Zot, edhe domethënë kërkoni falje.
Që kjo ajet, të nderuar vëllezër, na tregon një domosdoshmëri që duhet nga këtu na me pas piknisjen ku flasmi për profetët. Cila është ajo domosdoshmëri? Është domosdoshmëria që proklamata e profetëve vën me një kauzë. Proklamata dhe misioni i profetëve nuk vën thjesht për me i drejtu njerëzit tek moralet e tyre. Nuk vjen thjesht për me kthy njerëzimin në një vijë normale tek disa tema. Jo, e ka një temë të madhe. E ka një kauzë të madhe. Dhe kauza më e madhe e profecisë është pikërisht çështja e veçimit të Allahu subhanahu wa taala, domethënë me adhurim. Kur thot Allahu subhanahu wa taala dhe urdhon pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, thuaj unë jam njeri si jo, vetëm mua më shpallet. Sigurisë na vën gati kushdo që ka mengu kët kumtesë, kuptoni se kjo nuk është prurje njerëzore e njerit. Domthonë që këtë çka kemi dëgju, unë jam njeri si ti, nuk është prurja ime. Po është mesazh hyjnor. Por është mesazh hyjnor, unë thjesht domethënë e kam domethënë rolin e përcjellësit njerëzor. Domethënë, është mesazh hyjnor. Ky mesazh nuk i shkon një ka një secilit njeri, po nëpërmjet një profeti të përgjithshëm nga Allahu subhanahu wa taala, pastaj përcjellet tek domethënë gjithë njerëzit. Kështu që një prej arsyeve që na e përmendim, madje dietarët që ngulin analfabetizmin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, me përmend si mrekulli është pikërisht këtu. Domethënë, Allahu subhanahu wa taala e dërgon Muhamedit sallallahu alajhi wasallam duke qenë ai analfabet. Duke dalë prej një visi, prej viseve shkretirërore. Madje duke dalë prej një populli që në atë kohë nuk u kon popull me doni qytetëre, me doni sundim, me diçka të dalluar. Për me eliminu krejt elementet e, domethënë, një përfytyrimi që je përballë një ides njerëzore. Me kuptuar që këtu as burimet, as predispozitat, as rrethonat nuk kanë favorshme për me pas diçka domethënë njerëzore. Në tërësi u konën domethënë shpallje prej Allahu te bareke ve teala, domethënë Allahu te bareke ve teala ka dashur që këtë që e kanë nxjerrë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam prej një rrethje analfabetësh, prej një populli pa donjë filozofi, pa donjë shkollim, pa donjë përparim këtë drejtim, apo për me lënë sa më të qartë mos ndërhyrje njerëzore në këtë domethënie, e që kjo neve na van shumë krenar. Domethënë na çysh e ka përmendur Allahu sa shpesh faktin që i duru Allahu sallallahu alajhi wasallam ka qenë analfabet, edhe na e përmendni. Domethënë na nuk i ikmi këtij fakti. Na domethënë krenojmë këtë fakt. Por ta spikator domethënë që na jemi shumë bindur që e ndjekmi një profet. Ndaj shpesh ndodh që njerëzit ndoshta e lavdrojnë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, edhe përmendin emrin e tij, i referohen fjalët e tij, mirë po nuk i referohen si profet. Dhe rrëdhëmisht nuk kanë bërë gjë. Na domethënë kumgulim që me pranu atë domethënë e madhe të qenit, domethënë njeriu i frymzuar nga Allahu subhanahu wa taala dhe domethënë e tij domethënë jo njerëzore në kuptimin e prurjes së tij, po domethënë të shpallura prej Allahut subhanahu wa taala. Kështu që Allahu subhanahu wa taala i dërgua ka profetët e tij për ta përkryer mirësinë e tij domethënë ndaj njerëzve. Mirë, po jo vetëm kaq. Allahu subhanahu wa taala i dërgon profetët edhe për arsye të tjera. Një për arsyeve thot Allah subhanahu: "Walau anna ahlaknahum bi'adhabin min qablihi laqalu rabbana laula arsalta ilayna rasula." Sikur se na ti kishmi dënu njerëzit. Përpara se ti kishmi dërgu profet, njerëzit kishin thonë: "Zot, pse s'na dërgoni një profet?" Domthonë, Allahu subhanahu wa taala që këtë arsyetim të njerëzve po e nxjerr si arsyetim që edhe çndron. Edhe çndron. Çish po më dënon pa më dërgu profet. Kështu që Allahu subhanahu wa taala i dërgon profetët për me heq që këtë, domethënë, që këtë lloj justifikimi. Që i bie pas dërgimit të profetëve, parimisht njerëzit janë të parsyetuar tek Allahu subhanahu wa taala nëse nuk i bindën Allahut dhe të dërguarit të Allahu subhanahu wa taala. Sigurisht, arsyeja tjetër që Allahu subhanahu wa taala i dërgon profetët është shënimi Muhamedi Buhariu Muslimi pe Abu Hurajrës, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë, shembulli jam me të tjerët, me njerëzit, është sikur se shembulli i njerit i cili e dhëz një zjarr. Edhe thotë kur fillon zjarri, do thotë me nxjerr dritën e vet, thotë vinë thotë insektët edhe kafshët e vogla rreth zjarrit. Edhe thotë shkojnë pas dritës, apo shumë insekte shkojnë pas ndriçimit që e shkakton domethënë flakë e zjarrit. Edhe thotë ti munohesh me inal, po ato prap bin. Munohesh me inal, prap bin. Thotë e jemja që kom ardhur është me ju pështu juve mos me rate që ky zjarri. Domethënë misioni jam është me ju pështu juve që mos me rate domethënë tek zjarri. Kështu që njerëzit nëse nuk e kuptojnë kësaj misionin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, shumë mundën me relativizu. Shumë mundën me pa thjesht, apo ndërkaq nëse e shet që ka ardhur me të pështu. Këtu e kupton pastaj pse na e dojmë shumë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, se qojmë shumë salavate për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, kështu domthon, veç këtë shembull kujtoj, apo mos të shkoni pejgamber pas Allahu subhanahu wa taala, domthon ti shikon sikur sa çato insekte që bin domthon tek një zjarr që i tërheq domthon ndriçimi i tij. E treta pse Allahu subhanahu wa taala i dërgon profetët është tani domethënia që shpesh nuk përmendet,
është uniteti i njerëzve. Nuk ka një diçka që i bën njerëzit unik më shumë se sa një profet. Më thonë, mumina me mu bo unik rreth një ideje. Mundot më ka një ide kohës edhe nuk i mbien të kohës edhe prap përçohemi. Ose mundën njerëz për shembull me pasur një interes saktuar, për shembull rreth një kauze, realizohet një qëllim edhe prap domthon shpërndahen njerëzit. Ose për shembull mundën njerëzit fjala bie me pasur unitet rreth një domethënie, po pastaj ajo domethënie shkon duke evoluar dhe rrjedhimisht prap njerëzit nuk mundën më konon unik. Kush mundot mi bën 1 miliard, 2 miliard njerëz me një saf? Mundot mi bën një profet. Apo? Domthonë gjasat edhe mundësitë. Dhe sa më shumë njerëz që kanë unitet, bota është më ndren. Njerëzimi është më ndren. Dhe një prej objektiveve të dërgimit të profetëve është për me i pru njerëzimin domthonë unitet. Njerëzimi mos me pasur, fjala bie për shembull, viset për mos me përmend me emra, viset të botës ku s'ka pas profet ose ka pas profet mirë po feta tyshit nuk janë që i referohen profetëve, domthonë ndoshta viset vogla, numër të madh fesh. Apo përcaktime të shumta. Për arsye se nuk e kanë një profet i cili më thonën i ban bashkë. Për arsye, shpesh kur neve na shtohen apetitet për konceptet të sektarizmit edhe të izolimit përmbrana grupeve të vogla, duhet me kuptuar që kjo bën dash me konceptin e pasimit të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Do thonë, je bë bashkë me do shok të një hoxh ose të një hapësirë ose të një organizim ose të një kujtun çka, edhe pastaj do me izolu sikurse do thonë çaty është e vërteta dhe krejt jashtë është e kota, ose do të thonë nuk kena na nevojë për mu integru me shoqërinë muslimane e kësaj me radhë, do të thonë duhet me kuptuar që kjo bën dash me konceptin e dërgimit të profetëve të Allahut subhanahu wa taala, se koncepti i profetëve është me xhanu sa më shumë unitetin do të thonë me njerëzit dhe në veçantë me idhtarët do të thonë e asaj feje dhe asaj të vërtetë. Dhe Allah subhanahu wa taala me një fjalë për çështjen e dërgimit të profetëve thotë: "O me yuti illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima", kush i bindet Allahut dhe i bindet të dërguarit e tij, ka shpëtuar me një fitore të madhe. Domthonë ka fituar një fitore të madhe. Shohën që fitore e madhe. Që kjo fitore e madhe është mos e kuptueshme sot, cilën do rrethon që ti pak e menon çish kish jetu pa pejgamber. Apo? Edhe në moment që e kupton, ndihesh shumë fitimtar i madh që Allah subhanahu wa taala të ka begatuar domthonë me e pasën një pejgamber. Me po ku kimë kuptuar më shumë ti që ket fitore të madhe. Kimë kuptuar te çato pyetjet e varrit. Domthonë se sa fitimtar i madh je që ti e ndjek Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, e beson pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, jeton me mësimet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Halal i thuaj asaj që të ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që është halal. Haram i thuaj asaj që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të ka mësuar që është haram. Besim që dush me besu është ajo që të ka mësuar suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur kimë kuptu fitoren e madhe, fitimin e madh, ngallënimin e madh, triumfin e madh të çeti përcaktimi, kimë kuptu tek pyetjet e varrit, që ka njëra prej pyetjeve, ma hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum, kush është ky burri i dërguar tek ju? Ai është fatlum edhe i ka është bogati për këtë përgjigje, thotë kjo është i dërguari i Allahut, është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, i dërguari i Allahut, e pastaj i thonë wa ma ilmuk, pika ditë se është i dërguari i Allahut, thotë qara'tu kitab Allahi fa amantu bihi wa saddaqt, thotë kam lexuar librin e Allahut, i kom besu edhe i kom zon bes, e pastaj thirr një thirrës prej qiellit thotë sadaqa abdi. Robi jam e tha të vërtetën. Po një me kjo kom pejgamberi Allah dhe kjo është rreshtuar mas këtij pejgamberit të Allahut subhanahu wa taala, fa afrishuhu min al-janna wa albisuhu min al-janna waftahu lahu baban ila al-janna, bëjani shtrojmë për xhenetit, visheni me veshje të xhenetit edhe hapjeni një derë për dyrave të xhenetit. E çka më kanë gjendë aty që nuk kanë besu, nuk i kanë nënshtruar, nuk janë rreshtuar mas këtij pejgamberi, është domethënë kur i thuhet çka thu për këtë njeri, thotë nuk e di, e pastaj vënë thirrje prej qiellit thotë bëjani shtrojën e zjarrit, hapjani një derë domethënë prej zjarmit të xhenemit, edhe le t'i vijë fryma edhe domethënë zjarmi prej edhe flaka prej xhenemit, derisa i ngushtohet varri, edhe domethënë i hin edhe i gërshetohen domethënë brit. E përmendën mësimin e kaluar që për baza më të mëdha të besimit është domethënë besimi në profetët. Edhe rrjedhimisht besimi në kumtesat dhe proklamatat e tyre. Domethënë na nuk thomi besimin në profetët vetëm si emra, po besimin në profetët me thirrjet dhe misionet e tyre, besimi me mesazhet e tyre, besimi me kauzat e tyre. Për arsye nëse dikush fjala bie thotë na e besojmë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ndërka që adhurojnë dikë tjetër krahas Allahut, ndërka që lutën dikë tjetër krahas Allahut, na konsiderojmë që këta nuk kanë besuar në Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Apo, do thonë me besuar në Muhamedit sallallahu alaihi wasallam do të pranu tauhidin si krye kauza e këtij misioni domethënë profetik që ka pasur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Thot Allah subhanahu wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut. Ne në çdo ummet, në çdo popull kemi të dërguar profet që kanë thonë adhuroni Allahun edhe shmangojnë gjithkujt tjetër krahas
Allah subhanahu wa taala domthon shmangon adhurimin të gjithë kujt tjetër krahas Allah subhanahu wa taala. Kjo që Allah subhanahu wa taala e tregon në këtë formë dërgimin tek popujt e mëparshëm të profetëve, duke treguar kauzën e tyre, nuk ka të bëjë me pohu që çdo profet, të çdo popull ka pasën profet. Domthon nuk kuptoj esenca. Esenca ka të bëjë përveç kësaj që tek çdo popull ka pas profet, tek çdo popull u ka një njëjtë mision. Tek çdo popull u ka një njëjtë temë. Tek çdo popull u kanë, domethënë, e njëjta kauzë, aq më tepër që të më pas në konsiderat. Që profetët janë dërguar në vëllezër edhe tek popujt, keni vëmendjen, edhe tek popujt që nuk është shuar misioni i mëparshëm profetik. Apo? Domethënë, jo këtë profetët kanë shkuar tek njerëz plotësisht këtë mushrikin. Çka lëmë në kuptu kjo? Kjo lëmë në kuptu që thirrja dhe ripërtrirja e davetit të tauhidit nuk ka fund. Fjala bie dikush thot pse po jepni kaq shumë, domethënë spikatje dhe vëmendje temave të besimit, ndërkohë përballë jush janë njerëz me besim. Po Allahu subhanahu wa taala po na tregon se profetët janë dërguar për këtë temë. Dhe na e dimi që shumë profet, apo madje të njëjtën kohë janë kanë që u kanë një profet i madh. Apo që i bie domethënë nuk u kanë i zhdukën tërësisht domethënë çështja e besimit. Që i bie në vazhdimsi ripërtrihet kjo temë për arsye të madhështisë së saj edhe domosdoshmërisë së saj. Kështu që na domethënë i besojmë këtë pejgamber të Allahut subhanahu wa taala, la nufarriqu baina ahadin minhum, nuk bëjmë një dallim ndërmjet profetëve, nuk bëjmë dallim në kuptimin e besimit, jo në kuptimin e kuptimet e tjera. Domethënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është vula, të tjerët nuk janë të tillë, është më i miri, të tjerët nuk janë, domethënë vlerën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam kështu më radhë, domethënë i besojmë të gjithë dhe këtë e kemi pjesë të besimit në Allahun subhanahu wa taala. Përsi Allahu subhanahu wa taala ka përmendur në Kur'an ata të cilët tentojnë me do konceptin e besimit në Allahun, me besimin në profetët, Allahu te bareke ve teala domethënë i quhen pabesimtar, thot ulaika humul kafiruna haqqan. Këta për një me janë pabesimtar. Për një me janë domethënë pabesimtar. Edhe pse dietarët e kanë përmendur që në këtë ajet nuk he vetëm ai i cili fjala bie e don si koncept besimin në profetët edhe besimin në Allahun. Po he ai i cili e don besimin në Allahun dhe besimin në disa profetë. Apo edhe këta domethënë hinë te çka ajet që këta janë pabesimtar. Kush është pabesimtar? Kushdo i cili nuk e pranon qoftë një profet prej profetëve të Allahut subhanahu wa taala dhe siç e kena përmendur atë rast i Nuhit alayhis salam, domethënë kushdo që ka Allahu te barekuhu ka dhënë për popullin e Nuhit, e ka përmendur që ata i kanë përgënjeshtuar profetët dhe rrjedhimisht e kanë merituar dënimin e Allahut subhanahu wa taala. Profetët janë domethënë të përzgjedhur prej Allahut subhanahu wa taala, thot Allahu te barekuhu taala, Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata. Allah e di më së miri ku e lë domethënë misionin. Allahu e di më së miri ku e lë misionin. Shumë njerëz nuk pranojnë mënyrën e shtruar profetëve, edhe me ndjek profetët sepse domthon nuk e pranojnë përzgjedhjen e Allahut subhanahu wa taala. Sigur që ka ndodhur me hebrejt, po edhe me të tjerët. Edhe sot për shembull ka njerëz që ndoshta e pohojnë se duhet me besu në profet, mirë po jo në kët. Ose çka më garanton që duhet kët me besu ekzistojë, domethënë gjepura të cilat realisht bëjnë fjalë për mohim të atij i cili e ka dërguar domethënë pejgamberin, na besojmë që përzgjedhja e Allahut është më e mirë. Na besojmë bindshëm që përzgjedhja e Allahut është më e mira dhe padyshim, domethënë është më e përkryera dhe pjesë e përkryerjes është që më na lën shembulltyrën më të mirë. Domethënë Allahu subhanahu wa taala kur i zgjedh profetët, edhe kur i përzgjedh preordhjet e tyre, kur i përzgjedh karakteret e tyre, kur i përzgjedh për mos me dyshu ti në përsosurinë të qenë shembulltyr. Kur Allahu subhanahu wa taala ty të thotë Kur'an që shembulli më të mirë e ki te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ti ke me pas bindje të plotë që shembulli më të mirë e ki te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kësaj janë këtë pejgamberët e Allahut. Apo kësaj shembujt më të mirë janë te këtë pejgamberët e Allahut subhanahu wa taala, mirë po megjithatë dikush është më i veçantë se tjetri. Dikush është më i veçantë se tjetri, thotë Allah subhanahu tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Këta janë profetët, mirë po që na i kena dallu disa kundrejt të tjerëve. I kena dallu disa kundrejt të tjerëve. Për shembull, ki profet që është shembulltyr në adhurim, po nuk është shembulltyr për shembull në udhëheqjen e shtetit, nuk është shembulltyr në udhëheqjen e masa, se nuk i ka pas. A është e qartë? Nuk ka pas as shtet as mas. Ose tjetri fjala bie për shembull mund të jetë shembulltyr si fjala bie si thirrës, po jo si bashkëshort edhe si prindër sepse nuk ka qenë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është te krejtat. Në çdo aspekt, domethënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është shembulltyr. Prej të si adhurues, prej si thirrës, po pastaj domethënë si personalitet, po edhe si babë edhe si bashkëshort, po edhe domethënë si burshtetës edhe udhëheqës, edhe si qytetar edhe si shok, në çdo aspekt pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është domethënë shembulltyr. Mirë po jo vetëm kaq, është domethënë edhe udhërofys, sikurse domethënë e ka përmendur Allahu subhanahu wa taala për me nxjerr njerëzit për errësirën e tij.
që ky koncepti i errësirës në dritë u përsërit si shpesh në Kur'an. Është përsërit si shpesh në Kur'an, domethënë që ardha e profetit është mi nxjerr njerëzit prej errësirës në dritë. Që i bie. Pjesë e udhëzimit ton, edhe pjesë e mirënjohjes ton ndaj Allahut, për udhëzimin ton, në këtë udhë, në këtë pasim, në këtë sunet është me ndje dhe me pohu që gjendja më parshme u kon errësirë. Gjendja më parshme u kon errësirë dhe gjendja tanishme është dritë dhe sa më shumë që i kushton vëmendje sunetit, sa më shumë të shtohet drita në jetë. Ndaj njerëzit që kanë probleme me sunetin e kanë një lloj errësire në fetarinë e tyre. Ose njerëzit që nuk i nështrohet sunetit, gjithëherë e shet që kanë një lloj mjegullash, do lloj gjendjesh të errësirës, shkaku që nuk kanë dorë plotësisht domon prej errësirës në dritën e sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E çka ndodh këta që dojnë me nejt në errësirë? Çka ndodh me këta që nuk dojnë me bani transfer për errësirës në dritë? E shënon Imam Muslimi për Buhari's, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Alladhi nafsu Muhammedin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma yahudiyyun wala nasrani, thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Pasha atë në dorë të cilit o shpirti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, nuk ka kush prej këtij umeti që dëgjon për mua, qoftë hebrej apo domethënë i krishterë. Dhe kur thot prej këtij umeti, domethënë që ku jam dërguar unë. Nuk e ka për qëllim umetin aty njerëzit që ju kanë përgjigj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, po umeti tek të cilët është dërguar. Thot nuk ka prej këtij umeti, prej kësaj periudhe, prej kësaj epoke. Umeti këtu vjen edhe si epokë, prej të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam deri në fund të botës është epoka e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Umeti i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Thotë nuk ka kush prej këtij umeti, prej kësaj epoke, prej që ku jam dërguar, që dëgjon për mua. Veç një herë kanë, që është një emër Muhammed i dërguar prej Allahut. Qoftë hebrej apo i krishterë, dhe pastaj nuk më beson, dhe zë vdekja pa besu, vetë se kam u kon prej banorëve të zjarrit. Dhe kjo është akidja jonë, dhe kjo është besimi jonë. Ne besojmë bindshëm, kushdo që vdes pa e besuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, është domosdoshmë prej banorëve të përjatshëm të zjarrit të xhenemit, pa hin ato interpretime, sa janë me faj, sa janë të arsyetuar, sa janë të keq interpretuar, sa ju ka prish imazhi i Islamit dhe rrjedhimisht ata janë viktima të një propagandës, këto tema neve nuk na impon. Ne na impon çka hadithi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nin për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe ai nuk interesohet, ai nuk kërkon, nuk e bën atë përpjekjen që duhet me bë për me mritë besimin. Domethënë ky është domethënë nëse e zë vdekja pa besim, domethënë është për banorëve të xhenemit. E shohim në Buhariu për Buhari's, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thonë: "Kullu ummati yadkhuluna al-janna illa man aba." Krejt ummeti jam kanë me hyrë në xhenet, përveç atyre që refuzojnë. I ka thënë Rasulullah, kush është që refuzon? Thotë: "Men ata'ani dakhala al-janna wa man asani faqad aba." Kush më bindet mua, hyn në xhenet, kush më rebelohet, nuk më bindet, ai vetë ka refuzuar. Zakonisht në këtë hadith kur e citojmë, shpesh e kemi vëmendje në këta të cilët janë krejt larg sunetit, ose krejt larg fejes, ose krejt larg praktikës. Mirë po, çdo lloj refuzimi të jep një pjesë të këtij rreziku. Edhe çdo lloj bindje të jep një pjesë të këtij fati të mirë. A është e qartë? Domethënë, vjen para një situatës. A me bë, mos me bë. Mos e menon këtë meselën e bindjes vetëm domethënë si mëkat, vetëm si përlyrje me mëkatin. Menoj edhe si rrezikim që po të shtë në këtë hadith, që mos bindja ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të rrezikon me përfundu në zjarmin e xhenemit. E shënon Ibn Abi Asim në Sunne, Imam Nawawi thotë që është sahih për Abdullah ibn Amr, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawa'u tab'an lima ji'tu bih." Nuk ka besu dikush për jush, nuk është përkryer besimi i tij, nuk ka ardhur besimi i tij në vi, pa qenë edhe qefët e tij, edhe epshet e tij në të nënshtruara me atë që ka marrë. Të nënshtruara ndaj shpalljes me të cilën domethënë ka marrë. Ç'i bie? Domethënë, çkado që na jena eduku paraprakisht, çkado që ndoshta kulturat e tona, qoftë ndoshta edhe kulturat dominuese të kohës, që na bojnë me menu se një diçka është shumë e mirë, një diçka është shumë arsyeshme. Domethënë, na edhe me ndjenjat e tona do të me pas anem ka shariati i Allahut subhanahu wa taala. Edhe me ndjenjat e tona do të me pasën, domethënë, anem ka prurja që ka ardhur nëpërmjet shpalljes, domethënë hynore. Kështu që çështja e nënshtrimit është në tekst të veçantë të këtij hadith, domethënë pa ju nënshtruar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk ka iman. Domethënë kena diçka që quhet nënshtrim, pastaj diçka që quhet bindje. Domethënë nënshtrimi ku ti pranon çashtu që janë. Kjo quhet nënshtrim dhe kjo është e patjetërsueshme. Dhe kjo është pjesë e fjalës la ilaha illallah. Që ti duhesh me nënshtruar domethënë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Pastaj bindja, pastaj duhesh me bind pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe këtu ka diçka që është pjesë e fjalës la ilaha illallah, ka diçka që është plotësuese, ka diçka që është fakultative, mirë po pastaj çështja e bindjes është domethënë më e gjatë, ndërsa çështja e nënshtrimit është domethënë më e pakompromisshme.
çështje më e pa kompromis. Çka i bie kjo nështrimi dhe bindja? Domethënë ti kur të vëni diçka që është farz, dush më nështrua pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me besu si farz. Kjo është nështrim. Te ti nuk mundet më kon kjo e pëlqyer, nëse është vërtetuar që është farz me fjalët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ndërkaq te bindja, pastaj nëse mëkaton, kjo pastaj trajtohet në kuadër të mëkatit, ndërkaq kjo trajtohet në kuadër të, domethënë, besimit, edhe pse pastaj edhe kjo e ka lidhje domethënë me besimin. Pastaj thot Allah subhanahu Qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Thuaj, nëse ju e doni Allahun, atëherë pasoni mua. Dhe juve kam ju dashur Allahu subhanahu wa ta'ala. Ju keni me pasu të dërguarin Allahu sallallahu alaihi wasallam, pasi e keni pa të patjetërsueshme pasimin e tij. Dhe në shtrimin e Allahut nënkupton edhe domosdoshmërinë e pasimit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nëse dikush thotë është mirë me ndjek pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ose të bën mirë në përcaktimet e tua në jetë, ndjekja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, por nuk është i patjetërsueshëm, ky nuk ka me nështrimin. Ky nuk ka me nështrimin. Ndërkaq pasimi, pastaj ka pasim që ka të bëjë me bazat e fesë, aty është domethënë pa kompromis, dhe ka pasim që ka të bëjë me diçka që mund domethënë mos pasimi të përbëj mëkat, po mos përbëj domethënë dalje prej fesë Allahut subhanahu wa taala. Dhe në këtë pasim është që me besu bindshëm që Allahu do të madhëru sipas proklamatës, kumtesës edhe misionit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith që shënon Imam Ahmedi dhe Muslimi pe Aishës, ka thënë men ahdatha fi amrina hadha ma laysa min fa huwa rad. Kush do që bën këtë punën tonë, fen tonë, praktikën tonë, diçka që nuk është e saj, kjo është, më thonën, e refuzuar. Nëse është i refuzuar puna, apo fa huwa rad, ajo është i refuzuar. A është i refuzuar vetëm vepra dhe personi, apo gjuhësisht e përballon të dyjat. Mirë po, esenca me e kuptu që fetaria pa ndjekje të pejgamberëve është e destinuar për refuzim. Fetaria e bërë në saj të frymëzimeve personale, në saj të ideve të njerëzve, në saj të shijeve të njerëzve, në parim e ka domthonë destinacionin për të qenë refuzuar nga Allahu subhanahu wa taala. Kështu që cili është provimi më i madh i jetës, është kush është profeti yt. Që është domthonë provim shumë i rëndë, se nuk është një deklaratë, po ajo më e dhimbshme është i provimi pa përsëritshëm. Është provim që vën një herë komo bua dhe kimë dhon përgjigjen saktë edhe shpëton. Nuk ja përgjigjen saktë, domthonë del shtrajt edhe shumë kushtueshëm, po shpresojmë tek Allahu subhanahu wa taala me na eduku, me na frymëzu edhe me na forcu me fjalën e vërtetë që atë ditë me dhon provimin edhe me mosh shpërblimin e madh të Allahu subhanahu wa taala. Kështu që kush është profeti yt? Profeti im dhe profeti yt është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, Muhamedi i biri Abdullahut prej fisit arab të Qurayshve, që ka jetuar ka fundi shekullit 6 dhe fillimi shekullit 7 pas Isait alayhi salam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është profet si këto profetët e mëparshëm, që ka pas vesh një detyrë. Që ka pas një detyrë, domethënë bazë. Thot Allah subhanahu wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balaghul mubin. Profeti nuk ka tjetër detyrë vetë se të kumtoj qartazi. Domethënë ta sjell kumtesën në qartësi. Që kjo është misioni i pejgamberit. Shka i be profecia? Profecia është thjesht me pruhe një lajmë, me pruhe një paralajmërim, me pruhe një kumtes. Prej kujt? Prej Allahut subhanahu wa taala. Kështu që i bie që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam udhëzon, po nuk për udhë. Udhëzon, mirë po nuk i shtin njerëzit në udhë. Ai i cili i shtin njerëz në udhë, është vetëm Allahu te baraka wa taala, sikur se thot Allah subhanahu, innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha. Ti nuk për udhë në udhën e drejtë këtë ti dëshiron, po vetëm kë e përudh Allahu subhanahu wa taala. Ky profet, si këtë profetët e tjerë, sallallahu alaihi wasallam, ka pas veçoritë profetike. Veçoria më e veçantë e profetëve është wahi. Mirë po jo vetëm. E kanë edhe një veçanti tjetër që është el-isma, që është domethënë që nuk gabojnë, që janë të mbrojtur domethënë nga gabimi, dhe kjo pjesë e besimit. Dhe kjo është pjesë domethënë e besimit. Pjesë e besimit është që gjithçka që vërtetohet për një profetit me marrë në mënyrë absolute. Gjithçka që vërtetohet për një profetit me marrë në mënyrë absolute, që Allah subhanahu wa taala ka ruajtur domethënë prej gabimeve, dhe një ashtu e ka pas pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, si këtë profetët e tjerë, edhe një veçanti, e që janë domethënë veçantia e mrekullive, domethënë mrekullit që Allah subhanahu wa taala, gjonat e jashtëzakonshme, mucizat, cilët Allah subhanahu wa taala i dërgon tek një profet ose tek profetët për të shpërfaqur më qartazi vërtetësinë e profetit të dërguar. Saktësisht, kur Allah subhanahu wa taala dërgon mucize, kur dërgon domethënë mrekulli, ka disa arsye, ka disa përfitime. Një prej tyre është domethënë me shpërfaqjen fuqinë e Allah subhanahu wa taala. Ndonjëherë për shembull ti e kupton një koncept,
ndoshta ndonjëherë ti hin në thelbin e një koncepti, po duhet të mendohet diçka e zakonshme për me pa domethënë fuqinë e këtij i cili e ka dërguar këtë domethënë profet. Ndonjëherë është për shkak të mëshirës së Allahut. Allahu e sheh njerëzit dhe nivelin e tyre dhe ceksinë e tyre dhe sa mund ata me kuptue një domethënie e pastaj u ndihmon me mëshirën e vet me e kuptuani domethënë fetare në sajt të mrekullive. Dhe kjo neve na ka ndodhur fjala bie, edhe pse nuk jo domosdoshmërisht po e kresi paralele. Për shembull shumë domethënie ndoshta ti ke ngu ligjërata, ke lezu Kur'an, ke lezu sunetin e kështu me radhë, po një domethënie nuk të ka ardhur derisa e ke pa një moment ku Allahu të ka ndihmuar për shembull, në një situatë shumë të veçantë, shumë pa shpjegueshme apo, që ajo karta ka forcuar komplet këtë investimin tjetër domethënë besimor që ke pasur domethënë paraprakisht. Ndonjëherë Allahu subhanahu wa taala e ka thjesht për me shfaq urtësinë e tij të përkryer. Për shembull, nuk e kalon një profet bën atë çfarë çish dush, çish komunikon ti me njerëzit. Po pjesë e urtësisë së Allahut u kon minimum këtij profetit gjatë, domethënë kumtimin duke i dërguar shenja dhe mrekulli, e ndonjëherë është domethënë thjesht mëshira e Allahut për të dërguarin. Allahu do më aletuni të dërguarit duke i dërguar domethënë mrekulli, edhe mbi të gjitha domethënë është për me jo larguar domethënë njerëzve justifikimet. Domethënë dikush i cili e shella një mrekulli, krahas kumtesës, domethënë aty i hupin krejt mundësit për më shfaqsu domethënë ditën e gjykimit. Kush është profeti yt? Profeti im edhe yti është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, që profecia e tij është përgëzuar edhe paralajmëruar nga domethënë profetët e mëparshëm. Allahu subhanahu wa taala në Kur'an e ka përmend për domethënë për shumë profet, edhe ka përmend edhe si tërësi të profetëve që e kanë paralajmëruar domethënë ardhin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e veçantë domethënë neve na intereson paralajmërimi i profetit të fundit që është domethënë Isa alayhis salam, që e ka domethënë paralajmëruar, sikurse paralajmërimi i tij është domethënë edhe në Teurat edhe në Injil. Prania e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam sot në Teurat dhe në Injil, qoftë domethënë dhjetën e vjetër edhe të re, ka autorë që mirë me këto temat që e gjojnë, me po e gjojnë me përshkrime, e gjojnë në disa versione kësaj saj, ndërkaq deri në kohën e Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, kohën e Ibn Kathirit, ka pas shumë versione të Bibliave që më të qartazi ka qenë domethënë prania e paralajmërimit të Isait alayhis salam për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pastaj me kohë janë ndryshuar edhe më shumë, edhe domethënë ndërhyrja dhe falsifikimi kanë ndodhur edhe më keq, edhe domethënë janë shlyer, edhe pse domethënë megjithatë ka shumë çka që vazhdon domethënë të jetë e ruajtur, mirë po unë nuk ka domethënë kohë për me këtë temë. Kush është domethënë profeti yt? Profeti im edhe yti është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, për cilin Allahu subhanahu wa taala ka thënë: "O ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Në aty të kemi dërguar vetëm mëshirë për botat. Domethënë, prej të hadithi për çat zjarrin, që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka na shpëtu. Edhe deri në detajet më të vogla të sunetit duhet mi pa këtu si mëshira e Allahut subhanahu wa taala. Madje Allahu subhanahu wa taala me një ajet kuranor e përmend që veç prania e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, prania fizike, tu kon gjallë, domethënë, u kon arsye për arsye që Allah mos më dënu popujt. Apo mos më dënu, domethënë ata popull përdesa u kon pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe i bie si rregull përgjithshëm. Sa më shumë që është suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në jetën tonë, je më i garantuar mos më dënu Allah subhanahu wa taala. Ndaj, këtu duhet të vizoni domethënë. Shpesh ka dikush për shembull të kritikon që duhet kamit suneti, i ki 200 tema të sunetit që si ki kërkon. Apo? Mu ka letu që kjo dere sunetit, edhe du me praktiku që këtë dere. Apo? Dhe ku ka dallimi i madh që të praktiku që këtë sunet, apo? Fjala bie për shembull thotë dikush, të kamit sunetit të miswaki, unë çta muj me bë. Apo? Edhe çta ka me bë me shumë krenari, edhe me shumë bindje që Allah subhanahu wa taala ka me hiq një gjast madhe dënimit të Allah subhanahu wa taala. Se unë nuk jam të ndjekën domethënë një njeri të zakonshëm, nuk jam të ndjekën thjesht se mua ka pëlqyer kjo praktik, po jam të ndjek që është domethënë praktik, domethënia dhe vlerë të trashëguar prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Me bë me pa kësaj pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe ndjekjen e tij shumë aspekte neve na ndryshon domethënë. Çështja në raport me sunetin, shumë aspekte na ndryshon. Vëmendjet e tona për sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kush është profeti yt? Profeti im edhe yti është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, që duke e besuar të bëhemi pjesë e ummetit më të mirë. E kjo pastaj ka të bëjë me përzgjedhjen që Allahu e ka bënë neve. Domethënë kjo ke përzgjedhja që Allahu e ka bëu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Tash e tutje është domethënë përzgjedhja që na ka bëu Allahu subhanahu wa taala neve. Domethënë kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. Jo jeni ummeti më i mirë që ka dalë tek njerëzit. S'ka njerëzim më të mirë se sa njerëzimi që ka besuar Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, dhe kjo veçanti domethënë veç Allahu që ka dashur. Domethënë ta kishmi menu, ti kishmi ditë në çdo vlera e ti shmikonën pasues të një profetit të mëparshëm, apo e kishmi konsideruar të veçantë mukonën pjesëtarin e ummetit më të mirë. Veç jeme.
veç jemi dhe jo që, domethënë, na kena kontribuar për më kon pjesë e këtij momenti. Është thjesht një dhuratë e madhe e Allahut subhanahu wa taala dhe kjo duhet për me ndje që najna domethënë shumë të lumtur me këtë përzgjedhje të Allahut subhanahu wa taala duhet me shpërfaq kënaqërinë. Duhet me shpërfaq kënaqërinë që na ummet i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe pjesë e shpërfaqjes së kënaqërisë sonë me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është pjesë e shpërfaqja e gjithçka e të tij pa kurfar kompleksimi. Gjithçka e tij pa kurfar dyshimi që domethënë kur s'na zëngush për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. A është i qartë? Domethënë shpesh na e thomi me gojë plot ina ummeti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, mirë po domethënë ikmi shumë suneteve, mirë po ikmi shumë pjesëve të sirrjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sikur domethënë janë pika të dobta. Nuk ekziston te na kurrë pikë e dobtë çka ka të bëjë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe na shumë krenar dhe kena qef me e shpaq haptazi, edhe domethënë në çdo formë na me u kallzu, edhe me e dëftu tek njerëzit se najna që e vazhdojmë me ndjek këtë pejgamber sallallahu alaihi wasallam. Kush është profeti yt? Profeti im edhe joti është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, që na ka sqaruar gjithçka çysh fitohet xheneti, edhe çysh shpëton prej zjarrit të xhenemit. E shënon Ibn Abi Shejbe, Sheikh Albani thotë që hadithi është hasan për Abdullah ibn Mas'udit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Innahu laysa shay'un yuqarribukum ila al-janna illa qad amartukum bih." Nuk ka diçka që ju afron te xheneti vetë se ju kam urdhëruar. Nuk ka thonë ju kam sqaruar, po ka thonë ju kam urdhëruar. Edhe pse nuk janë krejt mësimet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam obligime, po sikur se ka dashur me na eduku që në parim shka është proklamat e profetit, është urdhresa. Çka të jep ty me nën kuptuar urdhresa? Realizimi. Jo në kuptimin e, domosdoshmërisht që gjithçka e sunetit është për moralizu në mënyrë obligative, po ti më e pa kësaj. Ti më e pa domethënë kësaj sepse mas mund të është me fitu xhenetin Allah subhanahu wa taala, wa laysa shay'un yuqarribukum ila an-nari illa qad nahaytukum an, dhe nuk ka sen që ju afron tek zjarri, vetëse domethënë ju kam ndaluar, nuk ka thonë edhe këtu, ju kam sqaruar, por ka thonë ju kam ndaluar sepse një pasues i vërtet e ndjen ndalimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E ndjen, thotë ja Rasulullah na ka ndaluar kësaj dhe nuk e bëjmë. Që me pas domethënë na këtë përgjigje të palëkundshme në varr, kush është i dërguari yt, kush është profeti yt, profeti im është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, na sot duhet me madhnu këtë pejgamber. Duhet me dash këtë pejgamber. Duhet me e madhnu me iman, me dashni, me pasim, me ndjekje, me mësim të jetës së tij, edhe ndjekje së shembullit të tij sallallahu alaihi wasallam. E shënojmë Muslimi për Amr ibn Asit e tregon një gjendje të Amrit. Edhe pse Amri nuk është prej të hershme në Islam. Thot: "Wa ma kana ahadun ahabba ilayya min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam." Askush nuk u kon më i dashur te kon se sa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Wala ajalla fi ayni min. Edhe kurkush nuk u konën më madhështor në sytë e mi se sa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kuntu utiqu an amla aynayya minhu ijlalan lah. Edhe thot kur suni kom ngi syt, domethënë në shenjë madhnimi, suni kom ngop syt me pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Walau sa'iltu an asifahu ma ataqtu li'anni lam akun amla aynayya minhu. Edhe më thon dikush, hajt përshkruaj pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, thotë kom shumë çështime përshkruaj thotë se kur s'ka mujt mungi, domethënë në shenjë madhnimi, domethënë se ne kom kthyer çash ka dal në fytyrë domethënë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kush është profeti yt? Profeti im edhe yti është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, cilin e dojmë më shumë se sa vetveten. Cilin e dojmë më shumë se sa vetveten. E shënon Imam Ahmedi, Imam Buhariu për Abdullah ibn Hishamit, thotë na komi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me Omerin, edhe I ka thonë Omer Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ja Rasulullah la anta ahabbu ilayya min kulli shay'in illa min nafsi. O Allahut, ty du më shumë se gjithçka, ti je të kun më I dashur se sa gjithçka përveç vetvetes. E pastaj ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la walladhi nafsi bi yadihi. Jo, pasha atë ndër të cilit shpirti jam ka be. Është betu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për një çështje që ka të bëjë me, domethënë, me besimin ton, me përcaktimin ton. Hatta akuna habba ilayka min nafsik. Derin sa të më dujsh më shumë se sa vetveten. E pastaj ka thonë Omer radhiyallahu anhu, fa innahu al'an wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi. E tash, o I dur Allahut, ti je më I dashur tek unë se sa vetvetja. E tas pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thonë, al'an ya Omer, tani Omer kjo ardh të vije dur. Tani kjo ardh të bazamenti I duar. Tani kjo ardhën të domethënia kompletuar. Tani kjo ardh të përcaktimi I përkryer, e që ky përcaktimi I përkryer është më garantuesi për me dhënë përgjigjen në varr. Më garantuesi për me dhënën përgjigjen në varr. Kështu që na jetojmë sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, I nënshtrohemi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e dojmë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, synojmë me dhënë provimin këtë jetë me këtë iman, edhe në varr, edhe në ditën e gjykimit. Sa herë që kena lëkundje në sunet,
me menu përgjigjen në varr. Mos me menu përgjigjen e varrit vetëm në atë përcaktimin definitiv mes pabesimtarëve edhe besimtarëve. Don sa më pasuesi sunetit, sa më i sigurt që kena me dhon përgjigjen inshallah në varr, elos Allah subhanahu wa taala me na dhon përfundim të mirë edhe me na mësua me dhon përgjigjen sakt edhe me na bëu bashkë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam Firdaus wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad.